Vepra që konsiderohet gurthemeli i repertorit klasik dhe simbol i elegancës është në përgatitje për t'u vënë në skenë për të parën herë në Kosovë. Nën koreografi nga Sead Vuniqi dhe Vlora Prizreni, liçeni i Mjellmave do të marrë jetë për herë të parë në Kosovë përmes interpretimit të balerinëve të rinj dhe solistëve të shquar nga Prishtina, Tirana e Shkupi. Vepra monumentale e Çajkovskit konsiderohet si kulmi i traditës së baletit klasik. Shfaqja japet premier më 21 qershor në skenën e teatrit të qytetit Hadi Shehu në Gjakov nga shkolla e baletit Angels, e drejtuar nga Vuniqi e Prizreni. Në rolet kryesore do të paraqiten Elsa Resuli nga Teatri i Operës në Tiranë si Odeta, Jarmando Meci nga Teatri i Operës në Tiranë në rolin e Princit dhe Sead Vuniqi në rolin e magjistarit von Rothbard. Për balerinin e koreografin Sead Vuniqi, vepra konsiderohet ndër më të vështirat e repertorit klasik, sidomos për balerinat. Shpesh faqeve më sfiduese, sidomos femnat, gocat kanë shumë gjëra teknike, lojë, skenike, interpretim, e shumë punë tjetër që i dojmë i bë, për shkak se ne jemi një numër pak më i vogël ajo që kërkon kjo shfaqje. Dikon jemi afërsisht ndoshta gjithë ata që janë performues me balerinë ftuar, me njerëz që kemi ftuar për me luajtë lojrat karaktere dhe lojra skenike, afërsisht dikon 60 vjet. Duke ditë që kjo është peshfaqe me për masa botërore dhe është peshfaqe më të mira në repertorin balet klasik. Normal që është sfiduese për ta për shkak se ka raste ku fëmijët duhet mi luajtë ndoshta brenda shfaqjes 3-4 role. Të ajntën pasdite, vallëzimi i balerinave të reja ka ngjarë në vizionin e së ardhmës së skenës së baletit. Është vërejtur se shumica prej tyre kanë pika solistike nga 1, 2 e 3 së bashku. Përballja me kërkesat teknike të veprës ka bërë që në rolet më komplekse të përfshihen edhe balerin profesionist. Kemi ftu balerin për teatrit kombëtar të Tiranës, domethënë të Operës Tiranës. Njëkohësisht edhe kemi ftu balerin për teatrit të Operës së Shkupit, ku i kemi darë rolet kryesore, për shkak se rolet kryesore kanë një sfidë jashtëzakonisht madhe, janë gjithkohë në skenë. Edhe jemi mundu që t'i kemi të dy parë ftuar në rolet ndryshme, domethënë. Edhe njëkohësisht i kemi dalë edhe rolet kryesore, i kemi dalë të vajzat tona, ku kanë raste ndoshta ajo mjellma kryesore mund me luajtë, janë 3 mjellma që i luajnë mjellmën kryesore, po gjërat teknike më të vështira i luajnë një balerin që janë të ftuar për shkak se ata janë profesionistë. Balerina Vlora Prizreni sheh realizimin e liçenit të Mjellmave si një hap të rëndësishëm në zhvillimin artistik të nxënësve. Jam shumë e kënaqur, kjo është një sfidë shumë e madhe, domethënë liçeni i Mjellmave është njëra ndër shfaqjeve më të mëdha botërore. Përndryshe na si shkollë i kena bërë 2 shfaqje tjera të mëdha, Alice in Wonderland dhe Cinderella, domethënë jena ty e pa sa kanë arrit si sukses me zhvillu me nxënësat tona derisa 4-5 nxënëse, domethënë janë shumë të suksesshëm me pa anxhues. Balerina e re, Eliza Vitia, e cila tashmë i është bashkuar Baletit Kombëtar të Kosovës, do ta interpretoj rolin e mjellmës. Është shprehur se kjo shfaqje sfiduese e përgatit atë më tej për karrierën si balerin. Kjo është një nga shfaqjet më kryesore të baletit klasik. Është një shfaqje mjaft e vështirë, e cila lyp punë dhe lyp shumë disiplinë dhe mjaft ushtrime. Kjo shfaqje kemi filluar ta punojmë para disa muajsh dhe tani jemi gati afër premierës. Duhet kohë edhe duhet disiplinë. Baleti është një profesion i cili lyp punë çdo ditë, kërkon mjaft ushtrime, kërkon mjaft disiplinë edhe gjithmonë duke e disht.
Për të, realizimi I këtij roli përmbush një ëndër të kahershme. Është mjaft e këndshme, pra roli I Mjellmës. Mua liçeni Mjellmave është një nga shfaqjet e mia të preferuara dhe kam pasur gjithmonë si ëndër për me vallëzu këtë shfaqje dhe jam jashtëzakonisht kam emocione pasi që është hera e parë që po e performoj dhe jam mjaft e lumtur që jam pjesë e kësaj shfaqjes. Balerina turke Derin Demir, e cila jeton në Kosovë, ka shpjeguar anën dramaturgjike të veprës. Me këtë balet ne sjellim një histori të një mjellme të bardhë, një mjellme të zezë dhe një princi që synon të martohet. Nëna e tij, mbretëresha, I kërkon të martohet dhe ai është I vendosur të gjejë dikë vetë dhe gjen një mjellm të bardhë me të cilën bie në dashuri. Megjithatë, një magjistare mashtron princin duke besuar se një mjellme zezë, e cila është një version I keq I mjellmës së bardhë, është në të vërtetë mjellma e bardhë e vërtet dhe kjo e mashtron princin duke besuar se ai zgjodhi mjellmen e duhur. Megjithatë, ai zgjodhi atë të zezë. Rrëfimi përfundon me mjellmen dhe princin, të cilët vrasin vetveten nga dëshpërimi I dashurisë. Liçeni I Mjellmave është një nga veprat më të njohura dhe më të dashura të repertorit klasik botror. Muzika e Tchaikovskit e kompozuar në vitet 1875-1876 konsiderohet ndër kryeveprat absolute të historisë së muzikës për balet. Pikërisht, muzika e bën kaq të veçantë këtë shfaqje. E magjia e veprës qëndron në aftësinë e saj për të transportuar publikun në univers poetik, sikurse synon ta bëj edhe në Gjakov.